raportet pavarura të vërteta që kanë studiuar kapjen e medjave, kanë treguar se ato 90-93% e tyre në lajme dhe editoriale kontrollohen nga qeveria dhe janë për qeverinë. Por tani, le të ndalemi pak tek studimi diellës që i referohet Edi Rama. Kemi të bëjmë me një metodë e cila quhet metoda e studimit të zërit, të përmendjeve. Pra, sa herë përmendet kjo apo ajo parti, personalitet, apo çfarë do qoftë tjetër raport me tjetrin. Pra, nuk kemi të bëjmë, s'ka asnjë lidhje me kapjen, ka thjesht përmendjen, kush përmendet. Dhe në këtë mes, pra sa përmendësh në lajmen editoriale, jo këtë tjetër, pra. Këtu, mesatarja e PD-s 63%. Shikoni. Kampion Ballkanuebi, pas birësimit të Ervin Saljanit. Se Saljanin e kanë futur dhe aqmën PD-s. Apo tjerë. Vjen AC2-shi edhe ky, po me ato qëllime të treta, e treta pro Partisë Demokratike si pas Edi Ramës, është famozja Java, portali më ekstremist shqiptar. Shikoni kush është. Pastaj vjen Ymer Çorapja, aleati i madh i cili ka në çdo numër të portalit minimumi 2 ose 3 artikuj për Sali Berishën. Shikoni çfarë mashtruesi ordiner çfarë mashtruesi ordiner ti thush çdo gjë, po s'po e prishgojnë time. Pra vjen gazeta e Ymer Çorapës. Pro Partisë Demokratike, e kapur nga Partia Demokratike si pas Edi Ramës.